Ne e lam tek opera. Unë jam vërtet kurioze, prandaj po ngulmoj. Si është përgatitja e një mezzosopranoje? E fortë është. Goni është realisht e fortë. Është e fortë. E para e dua të them nga ana emocionale, duhet të kesh të kesh të punosh me qetësinë tënde, por jo ditën që është performanca, po duhet punosh me qetësinë tënde shumë kohë përpara se të fillojë performanca. Kur nisin provat? Pra sa muaj përpara? Si zakonisht. Shiko, provat shumë intensive kanë 1 muaj. Shumë intensive. Muaj i fundit, ndërkohë procesi në shumicën e rasteve është 1 vit përpara që ti merr veprën dhe asimilon veprën. Se duhet ta mësosh veprën. Duhet të mësosh veprën. Më pas është 3 muaj punë individuale, puna jote. Që të çohesh në mëngjes dhe vetëm të këndosh atë çka ti ke për të kënduar, sepse nuk e këndon dot gjithë veprën që ditën 1. Fillon me 1 faqe, fillon me 2, fillon me 1 numër. Pastaj kap numrin e dytë, po me të njëjtën, unë shumicën e rasteve nis nga fundi, nuk e nis as nga fillimi, sepse nis nga kulmorja që dua të konsolidoj sa më fort finalen e veprës, që ajo duhet të jetë siguria dhe ti aty kupton, bën në një farë mënyre një lloj arkitekture për të kuptuar që forca ku duhet jetë forca dhe si unë duhet i menaxhoj forcat për të mos dhënë që në fillim maksimumin, që të harxhosh, të kuptohet që është përveç harxhimit, por të dhënë edhe emocionin skenik të kuptohemi. Sepse duhet ketë një pikë kulmore. Ka gjithmonë një pikë kulmore që ti të bësh një lloj balance, ku duhet japësh, ku s'duhet japësh, edhe për të arritur atë kurbën e bukur dhe për të bërë një finale ashtu siç e meriton vepra, sepse autorët kanë shkruar jo pak. Përgjithsisht këngëtarët i kanë vënë në vështirësi shumë të forta teknike dhe sa herë ne themi po mirë më Verdi me kë e kishte inatin këtu. Domethënë me ca të futesh një analizë. Kush ja prishi ditën aty. Dhe ka vajte ka torturuar me soprano në këtë pikë ose çfarë pas ka bërë tenorit kur çfarë halli kishte, kë ka pas përpara. Do të thotë që ti vërtet ndjen vështirësi shumë të forta dhe janë vepra që ti e merr dhe e mendon mirë, sidomos lexohet shkrimi. Leximi jon është fotografim i çdo faqe. Për shembull, unë kur më vjen një vepër, gjëja që bëj, unë lexoj grafikisht si janë vendosur notat. E shoh me sy. Okej, kalimet si janë të përballueshme, pa përballueshme. Ti lexon pentagramin, se mendova mos lexoje tekstin. Jo, kur ti vendos. Apo teksti ishi mbi vendosur në pentagram. Teksti është nën pentagram. Është nën pentagram, sepse muzika është primare. Është primare, është primare për, domethënë, ti mund të kesh një frazë shumë naive për të thënë, dhe ndërkohë nga ana muzikore ti ke një gjë teknike shumë të fortë për të kënduar dhe dua të them për këtë se kjo është shumë e bukur. Kjo s'ka të bëj fare, po ka të bëj me baletin. Mbaj mend një mik shumë të mirë, violinist në orkestrën e operës dhe bëhej baleti Alili dhe Airia. Dhe çfarë duhet të them, çfarë të bën baleti i parë shqiptar mos gaboj po. Dhe ishte një vënje skenike, një shkrim i fortë, impenjativ i muzikës që e luante orkestra me pasazhe të forta të violinave, të instrumentinit, domethënë një vepër teknikisht e shkruar për orkestër impenjative, sfiduese. Tani, normalisht, kur ka shumë nota, jo gjithmonë nga ana koreografike bëhet nami lart, kuptohemi. Dhe thoshte ishte aq e vështirë, kishim punuar aq shumë për ato pasazhe, kur erdhën 2-3 provat e fundit para generales. Në një moment, unë nuk arrija të shifja ç'a bëhej baleti lart, se isha tërkohë shifja notat, se ishte pasazhe shumë. Ishte violinist. Violinist shumë. Dhe në një moment caktuar dua të them këtë. Këtu është fjala ndonjëherë, fjala me muzikën, prandaj e kam këtë gjën. Dhe nga dy provat e fundit që isha e sigurt për atë faqe, që s'kisha nevojë as ta shifja, mund t'i bija edhe për mend, se kishte studiuar shumë, guxoj tha dhe ngrej kokën për të parë në këtë pasazh kaq vështirë, ç'a bëhet lart. Dhe kur ngrej kokën, shoh që ishin vetëm vajzat në majt puanteve dhe lëviznin vetëm shamin. O më tallen ju. Ndërkohë ne ishim aty tu u thy violina në hotelat u kfut edhe ngrej kokën në majt puanteve dhe ajo lëvizte vetëm shamin. Ti sipërse ishte aq e vështirë ajo gjëja që s'kishin hanin dot i nat me violinat, mos ishin çapën e lart. Edhe lëvizin shamin. Dhe këtë duhet të bëj këtë si paralelizëm që ndonjëherë fjala është një fjalë shumë naive poshtë, por teknikisht ka një nga kadencat më të forta. Dhe prandaj është muzika të vendos vërtet
drama mban një peshë sepse është një emocion për t'u treguar. Ka diçka për t'u thënë aty. Por është tamam kjo kurba, nuk është në bazë të fjalës, emocioni se sa është në bazë të muzikës, por duhet kuptosh shumë mirë dhe ato kurbë për çfarë fraze ai e ka shkruar. Se normalisht kompozitori bazohet në një emocion caktuar, nuk është se nuk është se fjala me notën s'ka lidhje fare. Ka lidhje, por do të them që ndonjëherë ai atë fjalë ka interpretuar në emocion aq të fortë sa vokalishta ka vendosur shumë fort. Për t'i thënë mendimin që për ta marr peshën e fort. Për shembull, po dal ke Carmeni, Prongar da tua. Carmeni Georges Bizet. Georges Bizet, Habanera. L'amore non wasore. Është një tregim i thjesht. Në fund fare ku i ka vendosur notën akute e thjesht, nuk është në një çudi e madhe. Ajo thot kujdes. Thot vetëm fjalën kujdes. Kujdes, se thot kujdes nga unë. Ajo e ka treguar të gjithën. Dhe ai kur i thot fjalën kujdes, i thot prongar tatua. Është me i thënë, ta them vetëm fjalën kujdes, i thua, okay. Por të thot kujdes për gjithë atë çka ajo të ka treguar deri në atë moment. Çfarë është dashuria, si duhet sillesh me dashurinë, si e trajtoj unë dashurinë, në fund fare thot kujdes. Kur thuhet me fjalë, thuhet kujdes. Thjesht. Po ta dëgjosh me atë që i ka shkruar Bizet, ajo fjalë merr vlerën e gjithçka që ti ke dëgjuar deri në atë moment. Ajo është një finale që ti thua ti e pret atë. Dhe këndon dhe kori me ty. Se dhe kori është i pari, se kori e shoqëron Carmenin. Në atë moment është populli, janë miqt, janë kështu, siç është vendosur vepra, dhe ata e dinë shumë mirë. Po e thot Carmeni këtë. Kujdes. Se është tjetër thuhet nga një random person aty dhe është tjetër ta thot ajo këtë gjën. Kështu që dua të them që si vendoset muzika me fjalën. E gjitha kjo e perceptuar për t'ju kthyer pyetjes së parë që kemi bërë para një ore gjys. E gjitha kjo është që kjo është ajo që ti e ndërton, ajo grafika që ti e vendos, mënyrën se si e vendos, po jo vetëm me fjalën, e vendos dhe me muzikën. Dhe të gjitha këto ti nuk duhet t'i harrosh. Dhe tek të tëra këto ti duhet nxjerrësh gjendjen emocionale, sepse është jeta e Carmenit në 3 orë. Ajo çka është dhe pse ka atë finale aq dramatike dhe aq tragjike dhe po aq të rëndësishme për botën operistike. E vërtet. Një grua për lirinë e saj, sepse ajo dashuron e lirë dhe dënohet për këtë fakt. Kështu që ti duhet ta tregosh këtë gjën edhe në periudhën ku ti jeton, ashtu si ti ndihesh, lirinë që e ke apo nuk e ke. Pra duhet vendosesh ti në vendin e Carmenit. Duhet të vendosesh ti në vendin e Carmenit dhe në periudhën kur ti e këndon këtë gjë. Për shembull në vitet kur është u mundua se nuk lejoheshe se ishte një vepër imorale. Në komunizëm. U vu me skena të caktuara. Me qira fjala në komunizëm lejoheshin këto Aida Traviata? Jo, janë lejuar jashtëzakonisht vonë. Shumë vonë edhe të censuruara, domethënë shumë skena janë. Po çfarë operash apo operat? Operat shqiptare. Pa diskutim. Kështu që ishin shqiptar të bukura kanë qenë. Karnavalet e Korçës e këndova dhe tani, kështu që hyn ke ato veprat operet. Po të rikthyer po, që po më thoje? Dhe kjo është të bësh këtë lloj analize në një periudhë shumë të gjatë dhe në ato 3 orë Ogonin s'duhet ta harrosh këtë fakt. Që do të thot, ana emocionale jote, ti mund të bëj që ti harrosh gjitha. Do të thajt zëri, ti është zënë mëngjes me burrin, të ketë prish Terezin goca, dhe ti atë natë, se ja ke fare Terezin me këndu Carmen. Po ti du ta bësh. Dhe ti duhet ta bësh këtë gjë. Dhe si ja del? Dhe ja del, patjetër. Këtu futet puna, këtu futet eksperienca, këtu futet e gjitha ajo terapi, vetë terapi, që ti i bën vetes, jo atë ditë. Gjithë jetën tënde, kur ti je destinuar të bësh këtë zanat. Që unë këtu në këtë moshë kam kuptuar prindrit pse s'kan dashur me mlan, sepse lufta është shumë e madhe dhe është me veten tënde, jo me tjerët. Un jam shumë i lumtur që nuk e di bashkë me ju miq që po na ndiqni edhe nga Valte Radios, po marrim një masterclass free në opera. Shumë faleminderit. Dhe do ta vazhdojmë masterclassin. Menjëherë pas hapësirës muzikore rikthehemi për të vazhduar bisedën. Me kënaqësi.